Bismillahirrahmanirrahim. Uroni dhe mos mallkoni. Cilat ishin fjalët e Musait a.s. Ai përgëzonte vazhdimisht popullin e vet, ashtu siç i përgëzonte edhe Muhamedi a.s. Cilat ishin fjalët e Nemrudit dhe faraonit të mallkuar. Ata vetëm se mallkonin dhe pra mundoheshin që të shtypnin njerëzit dhe t'i diktonin ata dhe t'i poshtronin njerëzit. Zoti në Kur'an i përgëzon besimtarët. Wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihat, thot përgëzoj ata që bëjnë veprat e mira, uroj ata, jepu si hariq të mirë, kurse ata që bëjnë mallkime, që në gjuhët e tyne qesin helm, nuk ka pra për ta shpëtim. Andaj ndryshoje gjuhën tënde, sepse gjuha të fut në xhenet dhe t'jep mira. Uro dhe mos mallko. Uro dhe përgëzo, sepse do arrish të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Në psikologjinë e suksesit është të njerëzit që urojnë dhe bekojnë do të kenë sukses në këtë botë, po padyshim dhe në botën tjetër. Ashtu siç edhe Zoti ka thënë në Kur'an, fjala mirë i ka rrajnë thellë në tokë dhe e fryte, kurse fjala e keqe nuk ka rraj, por humbet dhe shkatron e rënon gjithçka.